Shtëpia e Big Brother Kosova ka parë shumë debate, por ajo që ndodhi së fundmi me Albën ishte një moment i rëndë, ku loja rrezikoi të humbas çdo mas. Pas tensioneve të akumuluara dhe konflikteve të njëpasnjëshme, situata doli jashtë kontrollit. Banorët, njëri pas tjetrit, ju sulën Albës jo më si lojtare, por si person. Fjalët nisën të bien si goditje. Akuza, ironi, etiketime. Ti je e sëmur, nuk dukesh mirë, shkopi ilaçet sot, kështu si budallaqe ke qenë gjithmonë. Nuk ishte më debat, ishte një korzërash kundër një personi të vetëm. Një skenë që e bëri publikun të ndalet dhe të pyes, ku mbaron loja dhe ku fillon bullizmi? Alba, me gjithë provokimet e saj të mëparshme, u gjen përballë një muri njerëzish. Edhe për një lojtar të fortë, ky është një presion i jashtëzakonshëm. Sepse kur kritika kthehet në sulm personal dhe shëndeti mendor përdoret si armë, loja humbet dinjitetin. Ironikisht, ajo që banorët menduan se ishte hakmarrje për provokimet e Albës, në sy të publikut u duk si teprim. Big Brother është eksperiment social, por jo justifikim për linçim kolektiv. Kur të gjithë flasin njëkohësisht, askush nuk ka më të drejtë morale. Kjo situatë nxori në pa edhe një tjetër problem, sa lehtë përdoren fjalë të rënda për shëndetin mendor. Të thuash je e sëmur apo pi ilaçet nuk është argument. Është poshtërim. Dhe në një ekran që ndiqet nga mijëra njerëz, këto fjalë bëhen shembull i keq. Alba mund të ketë gabuar, mund të ketë provokuar, mund të ketë kaluar kufi më herët. Por përgjigjja ndaj gabimit nuk është turpërimi publik. Sepse në atë moment, loja nuk fitohet nga askush, humbin të gjithë. Big Brother Kosova gjithmonë ka testuar nervat, por ky episod testoi edhe ndërgjegjen. Publiku nuk po shikon vetëm kush flet më fort, por kush di të ndalet. Kush e kupton se forca e vërtet nuk është të sulmosh kur je në shumicë, por të ruash njerëzillukun edhe kur ke arsye të jesh i zemëruar. Në fund, kjo ngjarje mbetet si një paralajmërim i qartë, strat.